Në një vilë luksoze, një foshnjë fillon të tretet në mënyrë misterioze pas ardhjes së gruas së re të pasanikut. E vetëm që vëre diçka të çuditshme është një grua e thjeshtë, e armatosur vetëm me intuitën dhe guximin e saj. Por ajo që zbulon teksa heton qumështin e foshnjës, është aq tronditëse sa që mund t'i kushtoj vetë jetën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Mëngjesi i së martës nisi si gjithë të tjerët në Tiranë. Qielli ishte i mbuluar nga ai smogu i hirt tipik i qytetit dhe rrugët tashmë gumëzhinin nga lëvizja e pandërprerë e makinave, autobusëve dhe njerëzve të nxituar. Në qendër të kryeqytetit, mes ndërtesave historike dhe atyre moderne, ngrihej Banka Krasniqi Partnerët, një nga institucionet financiare më të vjetra dhe më të respektuara në vend. Fasada e saj madhështore, me detaje të stilit Art Deco dhe dyer bronzi të lustruara, rrëfente dekada historie, pushteti dhe tradite. Atë mëngjes, mes drejtuesve me kostume pa asnjë rrudhë dhe klientëve që mbanin çanta lëkure, një figurë e vogël dhe e padukshme kaloi trotuarin në drejtim të bankës. Ishte një vajzë rreth 10 vjeçe, e veshur me një fustan të thjeshtë pambuku bojqielli, tashmë paksa i zbardhur nga koha dhe larjet. Këpucët e saj ishin modeste, por të pastra, dhe ajo mbante një çantë cope me lule që dukej se ishte përdorur nga shumë duar para se të arrinte tek të sajat. Flokët e saj gështenjë ishin të lidhur në 2 gërsheta që lëkundeshin lehtë ndërsa ecte me hapa të vendosur. Sofia Krasniqi nuk ishte e gjatë për moshën e saj, por kishte diçka në qëndrimin e saj që tërhiqte vëmendjen. Ndoshta ishte mënyra se si i mbante supet drejt, ose mënyra e prerë se si e shtrëngonte atë çantë pas gjoksit. Sytë e saj ngjyrë kafe vëzhgonin gjithçka përreth me një përzierje kurreshtieje dhe vendosmërie. Ajo kishte kaluar nëpër atë rrugë disa herë më parë, gjithmonë nga larg, gjithmonë e shoqëruar nga gjyshi i saj në kohët kur ai ishte ende i pranishëm në jetën e saj. Ai zakonisht ndalonte përballë bankës, vendoste dorën mbi supin e saj dhe i thoshte me zë të dashur se një ditë ajo do të kuptonte gjithçka. Një ditë ajo do ta dinte se kush ishte në të vërtetë. Ajo ditë kishte ardhur. Sofia shtyu derën rrotulluese prej xhami, duke ndier ajrin e ftohtë të kondicionerit t'i prekte fytyrën sapo hyri në hollin kryesor. Kontrasti me vapën mbytëse të rrugës ishte i jashtëzakonshëm. Aty brenda, gjithçka shkëlqente. Dyshemeja prej mermerit të bardhë pasqyronte dritën e llampadarëve të kristalt që vareshin nga tavani i lartë. Muret ishin të veshura me dru të errët dhe të lustruar, dhe piktura me peizazhe klasike zbukuronin hapësirat midis kolonave. Kishte koltuqe lëkure ngjyrë vishnje të vendosura në një zonë pritjeje dhe në sfond, pas një banaku elegant, ndodheshin sportelet e shërbimit. Disa njerëz kthyen kokën kur ajo hyri. Një fëmijë i vetëm në një bankë të atij niveli nuk ishte diçka e zakonshme. Sofia i ndjeu vështrimet, por nuk u trem. Ajo e dinte saktësisht se çfarë duhej të bënte. Përshkoi hollin me hapa të vegjël, por të sigurt, dhe ju afrua recepcionit kryesor, ku një grua me flok bjond të mbledhur në një topuz elegant po shtypte diçka në kompjuter. Recepcionistja ngriti syt dhe rrudhi lehtë vetullat kur pa vajzën të ndalur përballë saj. Ajo vëzhgoi fustanin e thjeshtë, çantën e vjetër, këpucët e konsumuara. Buzëqeshja e saj profesionale u bë lehtësisht përbuzëse. Mirdita, vogëlushe, tha ajo me një ton që përziente mirësjelljen me superioritetin. Po kërkon njeri? Prindërit e tu janë këtu? Sofia mori frym thellë. Mirdita. Do të doja të verifikoja gjendjen e llogarisë sime, ju lutem. Recepcionistja rapi syt, sikur të mos ishte e sigurt nëse kishte dëgjuar mirë. Llogarisë tënde? Ti ke një llogari këtu në bankë? Po, kam, u përgjigj Sofia duke e mbajtur zërin të qetë. Emri im është Sofia Krasniqi. Kam numrin e llogarisë dhe fjalëkalimin. Gruaja shikoi përreth, sikur po kërkonte ndonjë të rritur përgjegjës që mund ta sqaronte situatën. E dashur, je e sigurt? Kjo është një bankë për klient me pasuri të lartë. Ndoshta po e ngatëron me ndonjë institucion tjetër? Sofia nuk e uli shikimin. Nuk po e ngatëroj. Gjyshi im e ka hapur këtë llogari për mua. Unë i kam dokumentet. Ajo hapi çantën prej cope dhe nxori një zarf të zverdhur nga koha. Brenda tij kishte letra të palosura me kujdes.
Recepcionistja i mori dokumentet me një farë hezitimi, ende dukshëm skeptike. Sytë e saj përshkuan rreshtat e shtypur dhe ajo filloi të shtypte diçka në kompjuter. Fytyra e saj ndryshoi gradualisht shprehjen duke kaluar nga përbuzja në hutim. Ndërkohë, në anën tjetër të hollit, një burr i gjatë dhe i veshur mirë po përshkonte hapësirën me hapa të mëdhenj dhe të sigurt. Arben Leka ishte 32 vjeç dhe konsiderohej një nga drejtuesit më premtues të bankës. Kostumi i tij gri errët ishte pa asnjë cen, këpucët e tij italiane shkëlqenin dhe ora e tij zvicerane vlente më shumë se shumë makina të zakonshme. Ai mbante një çantë lëkure dhe fliste në telefon me dik, duke qeshur me diçka që ishte thënë nga ana tjetër e linjës. Arbeni ishte i njohur për inteligjencën e tij të mbretë dhe për rezultatet e tij mbresëlënëse. Ai kishte hyrë në bank 5 vjet më parë, duke u ngjitur shpejt në hierarki fal aftësisë së tij me numrat dhe kapacitetit për të mbyllur marrëveshje fitimprurëse. Por ishte i njohur edhe për diçka më pak të admirueshme, arrogancën e tij. Ai i trajtonte kolegët me indiferencë, përçmonte ata që i konsideronte inferior dhe besonte se bota ndahej në fitues dhe humbës. Dhe ai, natyrisht, ishte fortësisht në anën e fituesve. Duke kaluar pranë recepcionit, Arbeni vuri re skenën e pazakonur. Një fëmijë i veshur thjesht po bisedonte me recepcionisten. Kjo i tërhoqi vëmendjen, por jo në mënyrë pozitive. Ai e mbylli telefonin dhe u afrua, me një buzëqeshje të lehtë që tregonte më shumë përbuzje se sa argëtim. "Çfarë kemi këtu?" pyeti ai, duke parë fillimisht recepcionisten dhe pastaj Sofin. "Një kliente të re speciale?" Recepcionistja u duk në siklet. "Zoti Arben, kjo vajzë thotë se ka një llogari këtu dhe dëshiron të verifikojë gjendjen." Arbeni lëshoi një të qeshur të shkurtër dhe të thatë. "Një llogari? Këtu?" Ai u përkul pak për të qenë në lartësinë e Sofis, por gjesti nuk kishte asgjë të bull. Ishte poshtërues, sikur po merrej me një lojë fëmijësh. "E dashur, a e di ti sa kushton të kesh një llogari në këtë bankë? Njerëzit që vinë këtu kanë pasuri, investime, kompani. Nuk është vend për lojra." Sofia e shikoi drejt në sy. "Nuk po luaj. Unë kam një llogari këtu." Arbeni u ngrit dhe kryqëzoi krahët, ende me atë buzëqeshje tallëse. "Dëgjo, e admiroj guximin tënd që ke ardhur deri këtu, por le të jemi të sinqertë. Ti ndoshta nuk ke as 1.000 lekë në këtë të ashtu quajturën llogari, nëse ekziston fare." Ai shikoi recepcionisten. "Tregoja gjendjen. Do të jetë një mësim i mirë për botën reale." Recepcionistja hezitoi, qartësisht e parehatshme me situatën. "Zoti Arben, nuk mendoj se tregoja," këmbënguli ai, tani me një ton më autoritar. "Do të jetë edukative. Vajza duhet të kuptoj se ku po shkel." Njerëz të tjerë në hol filluan ta vinin re lëvizjen. Disa klientë shikonin fshehurazi, kureshtar. Punonisit e bankës shkëmbenin vështrime të shqetësuara, por askush nuk guxonte të përballej me Arben Lekën, drejtuesin yll të institucionit. Recepcionistja, duke u ndjerë në impresion, shtypi numrin e llogarisë që ishte në dokumentet e Sofis dhe futi fjalëkalimin që vajza i kishte dhënë. Ajo priste që sistemi të kthente një mesazh gabimi, ose ndoshta një gjendje qesharake që do t'i jepte fund asaj situate të sikletshme. Por ajo që u shfaq në ekran bëri që fytyra e saj të humbiste të gjithë ngjyrën. Ajo rapi syt, shikoi përsëri dhe dora e saj filloi të dridhej lehtë mbi mouse. "Zoti Arben," përshpëriti ajo me zërin që i dridhej. "Mendoj se është më mirë ta shihni vetë." Arbeni, ende me atë buzëqeshje mendje madhe, kaloi rreth banakut dhe shikoi ekranin e kompjuterit. Buzëqeshja u zhduk menjëherë. Sytë e tij u zgurdulluan dhe ai mbeti plotësisht i palvizshëm për disa sekonda, sikur të ishte goditur nga një shok elektrik. Në ekran, me shifra të mëdha dhe të qarta, shkruaj: "Gjendja e disponueshme, 500.000.000 lekë. 500 milion lekë." Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Recepcionistja shikonte herë ekranin e herë Sofin, e paftë të përpunonte atë që po shite. Arbeni ishte zbehur dhe shpreha e tij tallëse ishte zëvendësuar nga diçka mes shokut dhe panikut. Ai hapi gojen sikur do të thoshte diçka, por asnjë fjalë nuk doli. Sofia mbeti e qetë. "Faleminderit që e verifikuat," tha ajo me qetësi. "Tani do të doja të flisja me drejtorin, ju lutem."
Recepcionistja, ende në gjendje shoku, belbëzoi diçka të pakuptueshme dhe mori telefonin e brendshëm me duar që i dridheshin. Pak qaste më vonë, një burr rreth të 50-tave, i veshur me një kostum blu të errët dhe syze me skele të hollë, u shfaq nga një korridor anësor. Ishte Artur Dervishi, drejtori i agjencisë kryesore, një njeri që i kishte kushtuar 30 vjet të jetës së tij atij institucioni. "Çfarë po ndodh këtu?" pyeti ai, duke ndier tensionin në ajër. Recepcionistja u ngrit menjëherë. "Zoti Artur, kjo vajzë ka një llogari me një gjendje prej 500 milion lekësh." Ajo paraqiti dokumentet dhe fjalëkalimin e saktë. Arturi rudhi vetullat dhe e shikoi Sofin me vëmendje të re. Ai pastaj ju afrua banakut dhe ekzaminoi ekranin e kompjuterit. Shpreha e tij gjithashtu ndryshoi, por në mënyrë tjetër. Sytë e tij u ngushtuan, sikur po përpiqej të kujtonte diçka të rëndësishme. "Cili është emri yt i plot, bija ime?" pyeti ai, tani me një ton shumë më respektues. "Sofia Krasniqi." Gjyshi im ishte Besnik Krasniqi. Emri ra si një bombë. Arturi mbeti i ngrirë për një moment dhe pastaj diçka si njohje dhe habi përshkoi fytyrën e tij. Besnik Krasniqi kishte qenë themeluesi i bankës, një njeri legjendar në botën financiare shqiptare, i respektuar për integritetin dhe vizionin e tij në biznes. Ai ishte ndarë nga jeta disa vite më parë, duke lënë pas një trashëgimi të pamas dhe një histori komplekse që pak kush e njihte plotësisht. Arturi mori frymë thellë dhe shikoi përreth, duke kuptuar se situata po tërhiqte vëmendje të padëshiruar. "Le të bisedojmë në një vend më të rezervuar," tha ai me vendosmëri. "Ju lutem, më ndiqni." Ai shikoi Arbenin. "Edhe ti, Leka." Arbeni, ende i trullosur, e ndoqi në heshtje ndërsa Arturi e çoi Sofin përmes një korridori elegant drejt një salle konferencash të gjerë dhe luksoze. Tavolina prej druri mahagoni shkëlqente në dritën e llambave moderne dhe karriget ishin të veshura me lëkurë të zezë. Dritare të mëdha ofronin një pamje panoramike të Tiranës me ndërtesat e saj të larta dhe lëvizjen e saj të pandërprerë. Sofia u ul në njërin nga karriget duke vendosur çantën e saj mbi tavolinë me kujdes. Arturi u ul përballë saj me Arbenin pranë, ende dukshëm i tronditur. Drejtori nxori një dosje nga një sirtar dhe filloi të shfletonte dokumente të vjetra, disa me vula të dekadave më parë. "Sofia," filloi ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes, "ti the se Besnik Krasniqi ishte gjyshi yt. Mund të më tregosh më shumë për këtë?" Vajza pohoi me kokë. "Gjyshi im ishte babai i babait tim, Genc Krasniqit. Ai më rriti për një kohë të gjatë, kur babai im ishte gjithmonë duke udhëtuar ose i zënë me gjëra të tjera. Gjyshi Besnik gjithmonë më thoshte se kisha diçka që më priste, diçka që ai e kishte ruajtur për të më mbrojtur. Ai tha se kur të kisha nevojë, do ta dija se ku ta gjeja." Arturi dëgjoi me vëmendje, me duart e kryqëzuara mbi tavolinë. "Dhe si e more vesh për llogarinë?" Gjyshi më la një letër. Ajo ishte ruajtur tek tezja ime Besa, e cila ishte përgjegjëse të ma dorëzonte kur të kisha moshën e duhur për të kuptuar. Në letër, ai shpjegonte gjithçka. Për fondin, për bankën, për baban tim. Sofia bëri një pauzë dhe zëri i saj u bë më i fortë. "Dhe për atë që duhej të bëja nëse babai im do të përpiqej të merrte atë që është e imja." Arbeni, i cili kishte qëndruar në heshtje deri atëherë, më në fund gjeti zërin e tij. Prit. Po thua se Besnik Krasniqi, themeluesi i kësaj banke, i la 500 milion lekë një fëmije? Pa e ditur askush?" Arturi e shikoi Arbenin me ashpërsi. "Jo pa e ditur askush, Leka. Kishte klauzola specifike. Unë vet isha në dieni të ekzistencës së këtij fondi mirëbesimi, por kisha urdhra të prerë të mos e zbuloja ekzistencën e tij derisa përfituesja të paraqitej personalisht ose të arrinte moshën madhore. Besnik Krasniqi ishte shumë i qartë në dëshirat e tij." Ai e ktheu vëmendjen te Sofia. "Bija ime, a e kupton ti se këto para janë të mbrojtura me ligj? Ato mund të aksesohen vetëm me autorizim ligjor, veçanërisht duke pasur parasysh moshën tënde." "E di," u përgjigj Sofia. Gjyshi e shpjegoi këtë në letër. "Parat nuk janë që unë t'i shpenzoj tani. Janë për të garantuar që unë të kem një të ardhme, një arsimim, dhe që askush të mos më manipuloj apo kontrolloj për shkak të tyre. Sidomos babai im." Një heshtje e rëndë pushtoi dhomën.
Arturi mbylli syt për një moment, sikur po mblidhte forcat për atë që do të thoshte. Sofia, duhet të bëj një pyetje të vështirë. Baba yt e di për këtë llogari? Shpreha e vajzës u mbyll pak. Ai e zbuloi. Nuk e di si, por e zbuloi. Muajt e fundit, ai filloi të më bënte pyetje të çuditshme për gjyshin, për letra, për fjalëkalime. Në fillim nuk e kuptova, por pastaj e kuptova se ai po kërkonte diçka. Mbrëm, e dëgjova në telefon. Ai po fliste me Dik për të më sjell këtu sot, për të provuar të më binte të firmosja dokumente. Arturi mbylli syt dhe pshertiu thellë. Genc Krasniqi. Ai tundi kokën me keqardhje. Besniku gjithmonë i druej kësaj. Djali i tij ishte brillant, por i paqëndrueshëm. Varur nga Bixhozi, gjithmonë me borxhe, gjithmonë duke kërkuar rrugë të shkurtra. Prandaj besniku e krijoi këtë fond me kaq shumë mbrojtje. Dhe prandaj erdha vetëm, tha Sofia me një guxim mbresëlënës për moshën e saj. Mora autobusin herët në mëngjes, para se babai të zgjohej. E dija se nëse ai do të më sillte këtu, do të përpiqej të më manipulonte, të më friksonte, të më bënte të firmosja gjëra që nuk i kuptoj. Por gjyshi më mësoi të mos kem kur frikë nga e vërteta. Ai thoshte se e vërteta gjithmonë e mbron atë që është i ndershëm. Arturi e shikoi atë vajzë të vogël dhe të veshur thjesht, të ulur në karrigen tepër të madhe për të, dhe ndiu një përzierje admirimi dhe trishtimi. Besnik Krasniqi kishte qenë mentori i tij, një njeri që ai e respektonte thellësisht. Dhe ja ku ishte mbesa e tij, duke treguar të njëjtin integritet dhe guxim që kishte gjyshi. Arbeni, i cili kishte qëndruar i heshtur dhe dukshëm i parehatshëm, më në fund foli, por zëri i tij ishte ndryshe, pa arrogancën e mëparshme. Zoti Artur, unë duhet të kërkoj ndjes. Kam bërë një gabim të rëndë sot. E gjykova këtë vajzë nga pamja, nga mosha, dhe isha, ai bëri një pauzë, duke gëlltitur pështymën. Isha mizor dhe i padrejtë. Sofia e shikoi dhe për një moment, sytë e tyre u takuan. Ajo nuk tha asgjë, por kishte diçka në atë vështrim që e bëri Arbenin të ndjente një turp më të thellë se çdo qortim verbal që mund të shkaktonte. Arturi u ngrit nga karrigia dhe shkoi te dritarja, duke vëzhguar qytetin jashtë. Duhet të marrim disa masa të menjëhershme. Së pari, do të kontaktoj departamentin ligjor për të garantuar që kjo llogari të jetë edhe më e mbrojtur. Së dyti, do të nis një hetim të brendshëm për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë përpjekje për akses të parregullt në këtë llogari muajt e fundit. Po për baban tim? Pyeti Sofia me zërin e vogël për herë të parë. Arturi u kthye nga ajo. Nëse ka prova se ai ka tentuar të aksesoj këtë llogari në mënyrë mashtruese ose ka tentuar të manipuloj punonësit e bankës, kjo do të trajtohet sipas ligjit. Por së pari, duhet të garantojmë sigurinë tënde. Me kë po jeton tani? Me tezën time Besa. Ajo është motra e mamas sime, e cila iku kur unë isha shumë e vogël. Teze Besa gjithmonë është kujdesur për mua kur babai nuk ishte. Atëherë do të kontaktojmë menjëherë me të, tha Arturi, duke marrë telefonin. Ajo duhet ta di se ku je dhe ne duhet të sigurohemi që je e sigurt. Ndërsa Arturi bënte telefonatën, Arbeni mbeti i ulur duke parë duart e tij. E gjithë besimi i tij, e gjithë arroganca e tij ishte avulluar. Ai kishte tallur një fëmijë, e kishte poshtëruar publikisht dhe tani zbulonte se ajo ishte trashëgimtare e një pasurie të konsiderueshme dhe mbesa e themeluesit të bankës. Por më shumë se kaq, ai kishte parë diçka te Sofia që e shqetësonte thellësisht, një dinitet që ai nuk e zotëronte, një guxim që ai kur nuk kishte pasur nevojë ta kishte sepse gjithmonë I kishte pasur gjërat lehtë. Sofia e vëzhgoi Arbenin për një moment dhe pastaj tha diçka që askush nuk e priste. Nuk keni nevojë të ndiheni keq për gjithmonë për atë që ndodhi sot, zoti Arben. Gjyshi im thoshte se të gjithë bëjmë gabime. Ajo që ka rëndësi është çfarë bëjmë më pas. Arbeni ngriti syt nga ajo, I habitur dhe I prekur nga ato fjalë që vinin nga dikush që ai e kishte trajtuar kaq keq. Ai hapi gojën për t'u përgjigjur, por nuk gjeti fjalët e duhura. Dera e sallës së konferencave u hap papritur dhe një grua hyri me nxitim, e ndjekur nga një sekretare që përpiqej ta ndalonte. Gruaja ishte rreth të 40-tave, me flokë të errët të lidhur në një bisht kali të thjeshtë dhe e veshur me rroba praktike të dikujt që kishte dalë me nxitim nga shtëpia. Fytyra e saj ishte e mbushur me shqetësim. Sofia. Thiri ajo kur pa vajzën.
O Zot, isha e dëshpëruar. Ke dal pa lajmëruar, u zgjova dhe ti nuk ishe më aty. Sofia u ngrit nga karrigia dhe vrapoi në krahët e gruas. Më fal, teze Besa. Duhej të vija. Sot ishte dita. Besa e përqafoi mbesën fort dhe sytë e saj u mbushën me lodh. E di, zemra ime. E kuptoj. Por më trembe shumë. Arturi u afrua me respekt. Ju duhet të jeni Besa. Unë jam Artur Dervishi, drejtori i kësaj agjencie. Besa juaj është një vajzë shumë guximtare dhe ajo bëri saktësisht atë që duhej të bënte. Besa shikoi përreth sallës luksoze, pastaj Arturin dhe më në fund Arbenin, i cili qëndronte i ulur me një shprehje të dëshpëruar. Çfarë ka ndodhur këtu? Arturi mori frym thellë. Shumë gjëra kanë ndodhur, zonjë. Dhe kemi shumë për të biseduar. Por së pari, dua që ju ta dini se Sofia është e sigurt dhe se ne do të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për ta mbrojtur atë dhe trashëgimin që besnik Krasniqi i la asaj. Besa e përqafoi Sofin më fort, sikur donte ta mbronte nga e gjithë bota. Ndërsa dielli i mëngjesit Tiranas filloi të depërtonte më fort përmes dritareve të sallës së konferencave, një realitet i ri po formohej. Ardhja e Sofis në bank nuk kishte qenë thjesht një vizitë e zakonshme. Kishte qenë fillimi i diçkaje më të madhe, një zbulim që do të ndryshonte jo vetëm jetën e saj, por edhe jetën e të gjithë atyre të përfshirë në atë institucion shekullor. Arbeni mbeti i ulur, i humbur në mendimet e tij, duke e ditur se ajo ditë kishte shënuar fundin e diçkaje në jetën e tij. Ai thjesht nuk e dinte ende se do të ishte gjithashtu fillimi i një transformimi që ai kur nuk e kishte imagjinuar të ishte i mundur. Ditët që pasuan zbulimin në bank u shënuan nga një trazirë intensive. Lajmi për ekzistencën e fondit të mirëbesimit të Sofis u përhap me shpejtësi nëpër korridoret e bankës Krasniqi Partnerët, duke shkaktuar tronditje mes punonjësve dhe drejtuesve. Artur Dervishi kishte thirrur një mbledhje urgjente me departamentin ligjor dhe këshillin administrativ të institucionit. Ajo që dukej si një rast i izoluar i një fëmije që verifikonte gjendjen e llogarisë ishte shndërruar në diçka shumë më të madhe dhe më komplekse. Në sallën e mbledhjeve të katit të 12, një grup avokatësh dhe drejtuesish ishin përkulur mbi dokumente të zverdhura nga koha. Mes tyre ishte avokati Ilir Gjata, avokat i lartë i bankës, një burr 60 vjeçar me flokë të thinjur dhe një reputacion të patëmet në botën e korporatave. Ai mbante në duar letrën origjinale që besnik Krasniqi kishte lënë, të ruajtur me kujdes në një zarf të vulosur që duhej të hapej vetëm në situata specifike. Situata është më e rëndë se sa e mendonim, tha avokat Gjata, duke rregulluar syzet në fytyrë. Në 6 muajt e fundit, kemi pasur 3 tentativa për të hyrë në këtë llogari. Të gjitha janë bllokuar automatikisht nga sistemi i sigurisë, por nuk janë hetuar në thellësi sepse dukeshin si gabime fjalëkalimi ose probleme teknike. Arturi u përkul mbi tavolinë. Dhe tani? Tani e dim se nuk ishin gabime, vazhdoi avokati. Regjistrimet tregojnë se dikush ka tentuar të përdorë dokumentet e të miturës për të kërkuar një kartë debiti të lidhur me llogarinë. Kanë tentuar gjithashtu të caktojnë takime për të diskutuar investime në emër të saj. Dhe ka pasur një tentativë për transferimin e kujdestarisë së fondit, e cila u bllokua nga klauzola mbrojtëse që besnik Krasniqi kishte vendosur. Të gjithë në sallë heshtën. Nënkuptimi ishte i qartë, Genc Krasniqi, babai i Sofis, kishte tentuar të merrte paratë e së bijës në mënyrë të paligjshme. A kemi detyrim ligjor ta raportojmë këtë tek autoritetet? Pyeti një drejtuese nga departamenti i pajtueshmërisë. Avokat Gjata pohoi me seriozitet. Po flasim për tentativë përvetësimi të paligjshëm të fondeve të një të miture nën kujdestari. Për më tepër, nëse Genc Krasniqi ka falsifikuar dokumente ose ka tentuar të korruptojë punonjës të bankës, kjo përbën krime shtesë. Duhet të veprojmë me kujdes, por duhet të veprojmë. Në anën tjetër të qytetit, në një apartament modest në lagjen komuna e Parisit, Sofia ishte ulur në divanin e dhomës së ndenjes pranë tezës së saj, Besës. Televizori ishte ndezur, por asnjëra prej tyre nuk po i kushtonte vëmendje. Atmosfera në shtëpi ishte e tensionuar që kur Sofia ishte kthyer nga banka 2 ditë më parë. Besa kishte marrë disa vendime të vështira gjatë asaj periudhe. Kryesorja kishte qenë kërkimi i këshillimit ligjor për të garantuar që të drejtat e Sofis të mbroheshin. Teze Besa, pyeti Sofia me zë të vogël, babai do të zemërohet shumë me mua?
Besa u kthye nga mbesa dhe I mbajti duart me dashuri. Zemra ime, ti nuk ke bërë asgjë të gabuar. Ti ishe guximtare dhe bëre atë që duhej të bëje. Nëse baba yt zemërohet, është sepse ai po përpiqej të bënte diçka që nuk duhej. Por ti je e sigurt me mua, e kupton? Unë nuk do të lejoj që asgjë e keqe të ndodhë. Sofia pohoi me kokë, por sytë e saj ende mbanin shqetësim. Ai është babai im, teze. Nuk dua që ai të lëndohet. Besa ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Kjo vajzë, edhe pas gjithë asaj që kishte kaluar, ende shqetësohej për baban që kishte tentuar ta manipulonte dhe t'i vidhte të ardhmen. E di, e dashur. Dhe kjo tregon sa e veçantë je ti, por ndonjëherë, njerëzit duhet të përballen me pasojat e zgjedhjeve të tyre për të qenë në gjendje të ndryshojnë. Në të njëjtin moment, në një bar të vogël dhe të errët në qendër të Tiranës, Genc Krasniqi ishte ulur vetëm në një cep, me 3 shishe bire bosh para tij dhe një të katërt për gjysmë. Ai ishte 42 vjeç, por dukej 10 më shumë. Fytyra e tij ishte e mbushur me rrudha shqetësimi dhe net pa gjumë. Sytë e tij, që dikur kishin qenë të shndritshëm si të atit, tani ishin të zbehtë nga zhgënjimi dhe dëshpërimi. Genci kishte qenë ndryshe dikur. Kur ishte I ri, ishte inteligjent dhe ambicios, me plane madhështore për të zgjeruar perandorinë që babai I tij kishte ndërtuar. Por diçka kishte shkuar keq gjatë rrugës. Ndoshta ishte presioni I të qenit djali I Besnik Krasniqit, bankierit të madh, njeriu që të gjithë e admironin. Ndoshta ishte mungesa e tatit, gjithmonë I zënë me biznes dhe mbledhje, duke e lënë djalin të rritej pa një udhëzim të vërtetë. Ose ndoshta ishte thjesht një dobësi karakteri që ai kur nuk diti ta kontrollonte. Bixhozi kishte filluar si argëtim. Lojra pokeri me miq, disa vizita të rastësishme në hipodrom. Por shpejt u shndërruan në diçka më shumë. Në varësi. Në dëshpërim. Në borxhe që grumbulloheshin si një ortek I pandalshëm. Genci kishte humbur gruan e tij, e cila nuk e duroi dot të shihte burrin që donte të shkatërrohej. Kishte humbur mundësi pune sepse reputacioni I tij ishte njollosur. Dhe tani kishte humbur edhe shansin për të përdorur paratë e së bijës për të shpëtuar veten. Celulari I tij ra në tavolinë dhe ai shikoi ekranin me sy të lodhur. Ishte një numër I panjohur. Hezitoi për një moment, por u përgjigj. Genc Krasniqi? Po, kush flet? Këtu është avokat Ilir Gjata, nga departamenti ligjor I bankës Krasniqi Partnerët. Duhet të bisedojmë urgjentisht me ju për disa çështje që lidhen me llogarinë e vajzës suaj, Sofis. Genci u tensionua menjëherë. Për çfarë po flet? Zoti Krasniqi ka regjistrime të tentativave për akses të paautorizuar në llogarinë e vajzës suaj. Tentativa që shkelin klauzolat mbrojtëse të vendosura nga babai juaj, Besnik Krasniqi. Duhet që ju të vini në bank nesër në orën 10 të mëngjesit për një takim formal. Genci ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Unë nuk kam bërë asgjë të gabuar. Jam babai I saj. Kam të drejtë të administroj pasurinë e vajzës sime. Jo kur kjo pasuri është e mbrojtur nga një fond mirëbesimi me klauzola specifike, zoti Krasniqi. Dhe veçanërisht jo kur ka prova të falsifikimit të dokumenteve. Nesër, ora 10 e mëngjesit. Është në interesin tuaj të paraqiteni. Telefonata u mbyll. Genci mbeti duke parë telefonin, duke ndjer botën t'i shembej rreth tij. Ai e dinte se ishte në telashe. E dinte se kishte kaluar kufi që nuk duhej t'i kalonte. Dhe e dinte se Besnik Krasniqi, edhe nga atje ku ishte, kishte planifikuar gjithçka për ta mbrojtur Sofin prej tij. Ndërkohë, në bank, po zhvillohej një tjetër takim. Arben Leka ishte ulur në një dhomë të vogël, vetëm, duke pritur të thirrej për të biseduar me drejtorin e burimeve njerëzore dhe me vetë presidentin e bankës. Ai e dinte se çfarë e priste. Ditët e fundit, që nga incidenti me Sofin, Arbeni ishte shmangur praktikisht nga kolegët dhe klientët. Historia se si ai kishte poshtëruar mbesën e themeluesit të bankës ishte përhapur me shpejtësi dhe reputacioni I tij ishte në rënoja. Dera u hap dhe hyri një burr I gjatë dhe imponues. Ishte Fatmir Berisha, presidenti I bankës Krasniqi Partnerët, një nga njerëzit më të respektuar në sektorin financiar shqiptar. Ai ishte 65 vjeç, me flokë të bardhë të krejur në mënyrë perfekte dhe një shikim që dukej se depërtonte në shpirtin e njerëzve. Arbeni u ngrit menjëherë.
Zoti president, unë. Fatmiri ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Ulu, leka. Arbeni u bind duke ndjerë zemrën t'i rrite me shpejtësi. Fatmiri ul përballë tij dhe qëndroi në heshtje për disa momente, duke studiuar drejtuesin e ri me vëmendje. A e di pse je këtu? Pyeti Fatmiri më në fund. Po, zotëri. Për shkak të asaj që ndodhi me Sofin Krasniqi. Fatmiri pohoi me kokë. Më trego, me fjalët e tua, çfarë ndodhi? Arbeni mori frym thellë dhe filloi të rrëfente ngjarjet e asaj dite. Ai nuk u përpoq të justifikoi apo të minimizonte veprimet e tij. Përshkroi saktësisht se si e kishte tallur vajzën, si kishte këmbëngulur që recepcionistja t'i tregonte gjendjen për ta poshtëruar, si e kishte gjykuar Sofin nga pamja dhe mosha. Dhe çfarë ndjen tani, duke parë prapa? Pyeti Fatmiri kur Arbeni mbaroi. Arbeni qëndroi në heshtje për një moment, duke luftuar me emocione që nuk ishte mësuar t'i ndjente. Turp, u përgjigj ai sinqerisht. Turp të thellë. Veprova në mënyrë mizore dhe arrogante me një fëmijë. Me mbesën e themeluesit të kësaj banke. Me dikë që tregoi më shumë dinjitet dhe guxim se sa kam treguar unë ndonjëherë në gjithë jetën time. Fatmiri u mbështet në karrige, ende duke e vëzhguar Arbenin me atë shikim depërtues. A ke ndaluar ndonjëherë të mendosh pse veprove në atë mënyrë? Arbeni hezitoi. Gjithmonë kam qenë kështu, mendoj. Gjithmonë I kam gjykuar njerëzit nga ajo që kanë, nga ajo që veshin, nga statusi. Kështu jam rritur, kështu kam mësuar ta shoh botën. Suksesi është gjithçka. Pamja është gjithçka. Dhe kush nuk përshtatet në këto standarde është inferior. Dhe a e beson ende këtë? Arbeni ngriti sytë dhe takoi shikimin e Fatmirit. Jo, zotëri. Jo pas asaj që pash. Sofia nuk kishte asgjë përveç një fustani të thjeshtë dhe një çante të vjetër. Por ajo kishte diçka që unë kur nuk e kam pasur. Ajo e dinte se kush ishte. Ajo e njihte vlerën e saj dhe ajo vlerë nuk kishte të bënte fare me paratë. Fatmiri qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Arben, ti e di që mund të pushohesh menjëherë nga puna për sjellje të papërshtatshme. Ti poshtërove. Një klient veprove në mënyrë diskriminuese dhe krijove një situatë të sikletshme për bankën. Ka zëra në këshill që kërkojnë kokën tënde. Arbeni pohoi me kokë, duke pritur të pashmangshmen. E kuptoj, zotëri. Por unë nuk do të pushoj. Arbeni ngriti kokën, I habitur. Zotëri. Fatmiri u përkul përpara. Nuk do të pushoj sepse pushimi do të ishte rruga më e lehtë. Do të ishte një mënyrë që ti të ikje pasojave të vërteta të veprimeve të tua. Besnik Krasniqi, njeriu që themeloi këtë bankë, besonte në diçka shumë të rëndësishme, shpengimin. Ai besonte se njerëzit mund të ndryshonin, se mund të bëheshin më të mirë. Dhe ai besonte se prova e vërtetë e karakterit nuk është të mos rrëzohesh kurrë, por si ngrihesh pasi rrëzohesh. Arbeni dëgjoi në heshtje, pa ditur çfarë të thoshte. Pra, ja çfarë do të ndodh, vazhdoi Fatmiri. Ti do të marrësh një leje 3 mujore. Gjatë kësaj kohe nuk do të punosh në bankë. Do të bësh terapi të detyrueshme. Do të bësh punë vullnetare me komunitete në nevojë. Do të marrësh pjesë në seminare mbi empatinë, paragjykimin dhe përgjegjësinë sociale. Dhe do të shkruash një raport të detajuar mbi atë që ke mësuar. Dhe pastaj? Pastaj, nëse vërtet ke ndryshuar, nëse ke mësuar diçka të vërtet për veten dhe për botën, mund të kthehesh. Por jo në pozicionin tënd aktual. Do të rinisësh në një post tjetër, një post ku mund të përdorësh atë që ke mësuar për të bërë një ndryshim të vërtet në jetën e njerëzve. Arbeni ndjeu lot t'i shfaqeshin në sy, diçka që nuk I kishte ndodhur që nga fëmijëria. Faleminderit, zotëri. Nuk do ta shpërdoroj këtë shans. Shpresoj që jo, tha Fatmiri duke u ngritur. Sepse nuk është vetëm shpengimi yt në lojë. Është mundësia për të nderuar trashëgimin e besnik Krasniqit dhe për t'i treguar Sofisë se edhe të rriturit mund të mësojnë dhe të rriten. Atë natë, në pjesë të ndryshme të qytetit, jetë po transformoheshin. Sofia ishte në dhomën e saj, duke shkruar në një fletore të vjetër që gjyshi I saj ja kishte dhënë. Ajo shkruante për ndjenjat e saj, për frikën që ndjeu kur hyri vetëm në bankë, për trishtimin që ndjente për baban e saj dhe për shpresën që kishte se gjërat mund të përmirësoheshin.
Besa ishte në dhomën e ndenjes duke biseduar në telefon me një avokate të specializuar në të drejtën familjare. Ato diskutonin hapat e ardhshëm për të siguruar kujdestarinë ligjore të Sofisë dhe për të mbrojtur të drejtat e saj. Genci ishte në apartamentin e tij bosh duke parë foto të vjetra kur Sofia ishte foshnjë. Foto të momenteve të lumtura që dukeshin se kishin ndodhur në një jetë tjetër. Ai mbante një letër që kishte filluar t'i shkruante së bijës, por nuk arrinte të gjente fjalët e duhura. Si të kërkoje falje për tentativën për t'i vjedhur të ardhmen vajzës tënde. Arbeni ishte në shtëpi, por për herë të parë në vite nuk po mendonte për punën apo paratë. Po mendonte për një vajzë 10 vjeçare që i kishte mësuar më shumë për dinjitetin njerëzor në 5 minuta se sa kishte mësuar ai në gjithë jetën e tij. Dhe diku, në arkivin historik të bankës, letra origjinale e Besnik Krasniqit qëndronte e ruajtur. Në të, bankieri i vjetër kishte shkruar fjalë profetike: Sofia, mbesa ime e dashur, nëse po e lexon këtë, do të thotë se ka ardhur momenti të njohësh të vërtetën. Paratë që të kam lënë nuk janë dhuratë. Janë mbrojtje. Janë garancia se ti do të mund të zgjedhësh rrugën tënde pa u varur nga njerëz që mund të duan të manipulojnë. Por mbaj mend gjithmonë, vlera jote e vërtet nuk është në asnjë llogari bankare. Është te personi që je, te mirësia e zemrës tënde, te forca e karakterit tënd. Kur mos lejo askënd, madje as familjen tënde, të bëj ta harrosh këtë. Mëngjesi tjetër erdhi me qiell të vrenjtur. Genc Krasniqi parkoi makinën e tij të vjetër përballë bankës dhe qëndroi ulur për disa minuta, duke mbledhur guximin për të hyrë. Ai e dinte se ishte gati të përballej me pasojat e veprimeve të tij. E dinte se kishte zhgënjur baban e tij, vajzën e tij dhe veten e tij. Kur më në fund hyri në hol, u shoqërua menjëherë në një dhomë të rezervuar. Aty ishin Artur Dervishi, avokat Ilir Gjata dhe 2 avokatë të tjerë. Atmosfera ishte formale dhe e tensionuar. Zoti Krasniqi, filloi avokat Gjata, faleminderit që erdhët. Le të kalojmë direkt në temë. Kemi prova se ju keni tentuar të hyni në llogarinë e vajzës suaj Sofia në mënyrë mashtruese në 3 raste të ndryshme. Keni tentuar të falsifikoni dokumente për të kërkuar një kartë debiti dhe keni tentuar të caktoni transferta të paautorizuara. Genci uli kokën. Isha i dëshpëruar. Dëshpërimi nuk justifikon krimin, zoti Krasniqi. Ju keni tentuar të vidhni nga vajza juaj. Ato fjalë e pren thellë. Genci ndjeu lot t'i digjnin syt. E di çfarë kam bërë. Dhe e di që nuk kam justifikim. Ka 2 rrugë të mundshme këtu, vazhdoi avokati. Mund ta çojmë këtë rast tek autoritetet dhe ju do të përballeni me proces penal. Ose mund të kërkojmë një zgjidhje alternative. Genci ngriti kokën, i habitur. Çfarë lloj zgjidhjeje? Avokat Gjata shkëmbeu vështrime me Arturin para se të vazhdonte. Babai juaj, Besnik Krasniqi, la udhëzime specifike për situata si kjo. Ai e parashikoi se kjo mund të ndodhte. Dhe ai la një propozim. Nëse ju pranoni të hiqni dorë vullnetarisht nga kujdestaria ligjore e Sofisë në favor të kunatës suaj Besa, nëse pranoni të hyni në një program trajtimi për varësinë nga bigjozi dhe nëse pranoni të mos tentoni të kontaktoni me Sofin derisa ajo vetë ta dëshirojë këtë, ne nuk do ta çojmë rastin më tej penalisht. Genci qëndroi në heshtje duke përpunuar atë që po dëgjonte. Ishte saktësisht ajo që do të bënte babai i tij. Besniku gjithmonë besonte në dhënien e shansit njerëzve për të zgjedhur shpengimin në vend të ndëshkimit. Dhe nëse pranoj gjithë këtë? Pyeti Genci me zë të dridhur. Atëherë ju do të keni mundësinë të rindërtoni veten. Të bëheni babai që Sofia meriton. Por kjo do të jetë e mundur vetëm nëse ju vërtet ndryshoni, nëse vërtet përballeni me demonët tuaj. Genci mendoi për Sofin, për atë vajzë guximtare që kishte shkuar vetëm në bankë për të mbrojtur të ardhmen e saj. Mendoi se si kishte dështuar me të, në të gjitha herët që kishte zgjedhur bigjozin në vend të vajzës, parat në vend të dashurisë. Pranoj, tha ai më në fund. I pranoj të gjitha kushtet. Dhe bëri një pauzë duke luftuar me lotët. Unë vetëm dua që t'i thoni Sofisë se më vjen shumë keq. Se kam dështuar me të, por se do të përpiqem të bëhem më i mirë. Edhe nëse më duhet gjithë jeta. Avokat Gjata pohoi me kokë. Do të përgatisim dokumentet.
dhe zoti Krasniqi, babai juaj la edhe diçka tjetër për ju. Ai hapi një sirtar dhe nxori një zarf të vulosur me emrin e Gencit të shkruar me dorë. Është një letër që besnik Krasniqi e shkroi 10 vjet më parë, për t'ju dorëzuar juve në rast se kjo situatë do të ndodhte. Genci mori zarfin me duar që i dridheshin dhe doli nga dhoma. U ul në një stol jashtë bankës dhe, me gishta që i dridheshin, hapi letrën. Fjalët e babait të tij, të shkruara një dekadë më parë, dukeshin se flisnin drejt për drejt me momentin aktual. Genc, biri im. Nëse po e lexon këtë, do të thotë se ke dështuar me Sofin në mënyrën që unë i druesha. Do të thotë se varësia, dëshpërimi dhe dobësia fituan. Por do të thotë gjithashtu se ka ende kohë për ndryshim. Gjithmonë e kam ditur se ti kishe potencialin për të qenë një njeri më i mirë. E pash këtë tek ti kur ishe fëmijë, para se bota dhe dështimet e mia si baba të formonin në diçka tjetër. Ndoshta kam qenë shumë i munguar. Ndoshta kam kërkuar shumë. Por tani nuk ka më rëndësi se kush e kishte fajin. Ajo që ka rëndësi është çfarë bën ti tani e tutje. Sofia meriton një baba që është i fortë jo për paratë që ka, por për karakterin që tregon. Unë dështova në këtë me ty, mos dështo në këtë me të. Pasuria e vërtet që mund t'ju lë nuk është në llogari bankare. Është në mundësinë për të qenë më të mirë sot se sa ishit dje. Mos e shpërdoro këtë shans. Me dashuri dhe shpresë, babai yt, besniku. Genci e palosi letrën me kujdes dhe e futi në xhep. Për herë të parë në vite, ndjeu diçka ndryshe nga dëshpërimi. Ndjeu shpresë. Të vogël, të brisht, por aty. Rruga përpara do të ishte e gjatë dhe e vështirë. Por për herë të parë, ai ishte i gatshëm ta përshkonte. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë transformuese në bang. Tirana vazhdonte rutinën e saj frenetike, por për disa njerëz, bota kishte ndryshuar plotësisht. Sofia tani jetonte zyrtarisht nën kujdestarinë e Besës, në një proces që ishte përfunduar pa komplikime të mëdha. Genci kishte mbajtur fjalën, duke firmosur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe duke filluar trajtimin në një klinikë të specializuar për varësitë e sjelljes. Shtëpia e Besës në komunën e Parisit ishte bërë një shtëpi e vërtet për Sofin. Ishte një apartament i thjeshtë me 2 dhoma, me mobilje modeste por të rehatshme, bim në dritare dhe foto familjare të varura në mure. Aty, Sofia kishte dhomën e saj, të dekoruar me perde me lule që i kishte zgjedhur vetë, një raft plot me libra dhe një tavolinë të vogël ku bënte detyrat e shtëpisë. Besa punonte si mësuese e gjuhës shqipe në një shkollë publike dhe rroga e saj ishte modeste, por ishte e mjaftueshme për të jetuar me dinjitet dhe qetësi. Atë mëngjes të shtunë, Sofia ishte ulur në tryezën e kuzhinës, duke ngrënë mëngjes ndërsa Besa përgatiste byre. Aroma e shijshme mbushte ambientin, duke u përzier me aromën e kafes së freskët. Televizori ishte ndezur në kanalin e lajmeve, por asnjëra prej tyre nuk po i kushtonte shumë vëmendje. Teze Besa, pyeti Sofia ndërsa lyente me gjalp një fet buke, a mendon se babai është mirë? Besa u kthye nga sobë dhe e shikoi Besën me dashuri. Nga sa di unë nga raportet që më dërgon punonjësia sociale, ai po bën përparim. Po e merr trajtimin seriozisht, po merr pjesë në seancat e terapisë dhe madje ka filluar të punojë në një projekt social. Sofia pohoi me kokë, por kishte trishtim në sytë e saj. Më mungon, e di? Babai që ishte kur isha e vogël, para se gjithçka të vështirësohej. Besa u afrua dhe u ul pranë Sofis, duke i mbajtur dorën. E di, zemra ime. Dhe nuk ka asgjë të keqe të ndjesh këtë. Të duash dik nuk do të thotë të injorosh gabimet që ai person ka bërë. Do të thotë të dëshirosh që ai të jetë më i mirë. A mendon se një ditë ai do të dojë të më shohë përsëri? Jam e sigurt për këtë, u përgjigj Besa me bindje. Por kur të vi ajo ditë, do të jetë kur ai të jetë gati të jetë babai që ti meriton. Dhe ti do të kesh zgjedhjen të vendosësh nëse dëshiron ta hapësh atë derë. Në anën tjetër të qytetit, në lagjen e Laprakës, Arben Leka ishte në një situatë shumë të ndryshme nga ajo me të cilën ishte mësuar. Ai ishte transferuar në një apartament të vogël dhe të thjeshtë, larg lagjes luksoze ku jetonte më parë. Rrobat e tij firmato ishin zëvendësuar me xhinse dhe bluza të thjeshta. Ora zvicerane ishte shitur, ashtu si edhe makina e importuar. Ai tani lëvizte me autobus dhe urban, si shumica e tiranasve.
Atë mëngjes, Arbeni ishte në një ujë që të quajtur të rritemi me dinjitet, e vendosur në periferi të Tiranës, në Kombinat. Ishte një hapësirë komunitare që ofronte ndihmë me mësimet, aktivitete kulturore dhe mbështetje psikologjike për fëmijë dhe adoleshentë nga familje në situatë të vështirë. Ai kishte filluar si vullnetar 3 muaj më parë, pjesë e udhëtimit të tij të transformimit. Në fillim, kishte qenë jashtëzakonisht e vështirë. Fëmijët e vinin re nga aftësinë e tij, vështirësinë për të lidhur sinqerisht. Ai nuk dinte si të bisedonte me ta, si të luante, si të ishte thjesht njerëzor pa armaturën e arrogancës që kishte veshur për kaq shumë kohë. Por me kalimin e kohës, me durim dhe me ndihmën e koordinatores së hoqës, një grua e mençur e quajtur Nëna Lirie, ai kishte filluar të mësonte. Xhaxhi Arben e thiri një vajzë 8 vjeçare e quajtur Jona, duke i tërhequr mëngën. Mund të më ndihmosh me detyrën e matematikës? Arbeni u gjunjëzua pranë saj dhe shikoi fletoren. Sigurisht, Jona. Le të shohim se çfarë po mëson. Ndërsa i shpjegonte thyesat vajzës, Arbeni kuptoi diçka që kur nuk e kishte ndjerë më parë në jetën e tij korporative. Kënaqësi të vërtetë. Ajo fëmijë nuk interesoi për postin e tij, rrogën apo statusin. Ajo thjesht donte dikë që t'i kushtonte vëmendje, që ta bënte të ndihej e rëndësishme. Dhe për herë të parë, Arbeni ndjente se po bënte vërtet një ndryshim në jetën e dikujt. Nëna Lirie vëzhgonte skenën nga larg me një buzëqeshje diskrete. Ajo ishte 65 vjeç, me flokë të bardhë dhe një jetë të tërë pune sociale pas shpine. Kishte parë shumë vullnetar të kalonin aty gjatë viteve, por pak prej tyre tregonin transformimin e vërtet që shihte tek Arbeni. Po ja del mirë, i komentoi ajo një kolegeje vullnetare. Kur erdhi këtu, ishte vetëm krenari e lënduar dhe turp. Tani, shikoje. Është vërtet i pranishëm. Po, u pajtua kolegia. Por çfarë mund të ketë ndodhur që ai të ndryshoj kaq shumë? Nëna Lirie buzëqeshi. Ndonjëherë jeta na jep saktësisht mësimin që na nevojitet, edhe kur nuk duam ta mësojmë. Atë pasdite, diçka e veçantë ishte planifikuar të ndodhte. Banka Krasniqi Partnerët kishte vendosur të zbatonte një program të ri të përgjegjësisë sociale dhe nisma e parë do të ishte një partneritet me ojshtë që punonin me edukimin financiar për të rinj nga komunitetet në nevojë. Fatmir Berisha, presidenti i bankës, e kishte ftuar personalisht Sofin të merrte pjesë në eventin e lançimit si ambasadore e projektit. Sofia ishte nervoze. Ajo kur nuk kishte folur në publik më parë, veçanërisht jo para një audience drejtuesish, gazetarësh dhe liderësh komunitar. Besa e kishte ndihmuar të zgjidhte veshjen, një fustan të thjeshtë por të bukur në ngjyrë blu të errët, dhe ja kishte krejur flokët me dashuri. Do t'ja dalësh shumë mirë, e inkurajoi Besa ndërsa parkonin makinën e huazuar nga një mike përballë bankës. Kujto atë që them gjithmonë, nuk ke nevojë të bësh përshtypje tek askush. Thjesht duhet të jesh vetvetja. Sofia pohoi me kokë, por duart i kishte të djersitura. Kur hyn në hollin e bankës, tani një hapësirë e njohur por ende imponuese, u pritën nga Artur Dervishi. Sofia. Sa mirë që të shoh, tha ai me një buzëqeshje të ngrohtë. Je gati për ditën e madhe? Besoj se po, u përgjigj Sofia me zë të vogël. Do të jesh e mrekullueshme. Eja, do t'ju çoj në auditor. Auditori kryesor i bankës ishte një hapësirë mbresëlënëse me kapacitet për 300 persona. Karriget ishin të vendosura në rreshta dhe një skenë e ngritur zinte pjesën e përparme të sallës. Ekranet të mëdha shfaqnin imazhe të fëmijëve duke studiuar, familjeve duke buzëqeshur dhe grafik mbi edukimin financiar. Sofia ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt kur pa kaq shumë njerëz. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Mes turmës, ajo njohu disa fytyra. Nëna Lirie ishte aty, së bashku me disa fëmijë nga Ojqja të rritemi me dinjitet. Dhe pranë tyre ishte Arben Leka. Sofia nuk e kishte parë që nga ajo ditë, 6 muaj më parë. Ai ishte ndryshe. Më i dobët, me rroba më të thjeshta, por kishte diçka në fytyrën e tij që nuk ishte aty më parë. Diçka si paqe, ose ndoshta për ulësi. Sytë e tyre u takuan për një moment të shkurtër dhe Arbeni uli lehtë kokën, një gjest respekti dhe njohjeje. Eventi filloi me Fatmir Berishën që mbajti një fjalim mbi trashëgiminë e Besnik Krasniqit dhe rëndësinë e përgjegjësisë sociale korporative.
Ai foli se si banka ishte e përkushtuar të bënte më shumë se sa thjesht të fitonte, por edhe të ndërtonte një shoqëri më të drejtë dhe të barabartë. Pastaj erdhi momenti që të fliste Sofia. Ajo u ngjit në skenë me këmbë që i dridheshin, por kur u pozicionua pas mikrofonit dhe shikoi audiencën, diçka ndryshoi. Ajo mendoi për gjyshin e saj, për gjithçka që ai kishte mësuar. Mendoi se si kishte hyrë në atë të njëjtën bankë 6 muaj më parë, vetëm dhe me frikë, por e vendosur të mbronte të vërtetën. Mirdita, filloi ajo me një zë që gradualisht fitoi siguri. Emri im është Sofia Krasniqi dhe jam Besa e Besnik Krasniqit, themeluesit të kësaj banke. Shumë prej jush kanë dëgjuar për atë që ndodhi këtu disa muaj më parë. Për mënyrën se si erdha në këtë bankë për të verifikuar llogarinë time dhe zbulova se gjyshi im kishte lënë një fond për të më mbrojtur. Auditoriumi ishte në heshtje absolute, duke dëgjuar çdo fjalë. Por ajo që do të doja të ndaja sot nuk ka të bëjë me paratë. Ka të bëjë me vlerën. Gjyshi im gjithmonë më thoshte se vlera ime nuk ishte në asnjë llogari bankare. Ishte te personi që isha brenda, te guximi im për të mbrojtur të vërtetën, te mirësia ime me njerëzit, te vendosmëria ime për të qenë më e mirë çdo ditë. Sofia bëri një pauzë, duke marrë frymë thellë. Kur hyra në këtë bankë, shumë njerëz më gjykuan nga pamja ime. Nga fustani im i thjesht, nga çanta ime e vjetër, nga fakti që isha fëmijë. Dhe kjo më lëndoi. Por gjithashtu më mësoi diçka të rëndësishme, që të gjithë ne i gjykojmë njerëzit gjatë gjithë kohës. I gjykojmë nga rrobat, nga makina, nga adresa, nga llogaria bankare. Dhe kur e bëjmë këtë, humbasim shansin për të parë se kush janë njerëzit në të vërtetë. Ajo shikoi drejt për drejt Arbenin, i cili ishte ulur në rreshtat e parë. Prandaj, jam shumë e lumtur me këtë projekt të ri të bankës. Sepse ai do të mësoj fëmijëve dhe të rinjve jo vetëm si të menaxhojnë paratë, por si të njohin vlerën e tyre. Si të besojnë në veten e tyre, edhe kur bota u thotë se nuk janë të mjaftueshëm. Dhe kjo është më e rëndësishme se çdo mësim i matematikës financiare. Auditoriumi filloi të duartrokiste, fillimisht me droj, pastaj me më shumë forcë. Sofia ndjeu lot në sy, por ishin lot lehtësimi dhe krenarie. Ajo ja kishte dalë. Kishte thënë të vërtetën e saj para qindra njerëzve dhe ata e kishin dëgjuar. Pas eventit, ndërsa njerëzit shërbeheshin me kafe dhe bisedonin, Sofia u afrua nga disa persona që donin ta përshëndesnin. Por personi që ajo po kërkonte ishte Arbeni. Ajo e gjeti në një cep të sallës, duke biseduar me nëna Lirien dhe disa fëmijë nga Ojqia. Sofia, tha nëna Lirie kur e pa të afrohej. Çfarë fjalimi i bukur, vajzë. Ti ke një dhunti për të prekur zemrat e njerëzve. Faleminderit, u përgjigj Sofia, por syt i kishte tek Arbeni. Ai u përkul për të qenë në lartësinë e saj. Sofia, duhet të them diçka. Duhet të kërkoj ndjes për atë që të bëra atë ditë. Ishte mizore, e padrejtë dhe e pafalshme. Ti nuk e meritoje të trajtoheshe në atë mënyrë dhe unë e kam mbajtur turpin e kësaj gjatë gjithë këtyre muajve. Sofia e shikoi për një moment të gjatë. Ju jeni ndryshe, tha ajo thjesht. Po përpiqem të jem, u përgjigj Arbeni. Ti më mësove se të kesh para nuk të bën një person më të mirë. Dhe se të gjykosh të tjerët nga pamja tregon vetëm vogëlsinë tonë. Këta muaj të fundit, duke punuar me fëmijët në Ojqë, më kanë mësuar më shumë për jetën se sa të gjitha vitet e mia në botën e korporatave. Sofia buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqertë. Gjyshi im thoshte se të gjithë ne mund të ndryshojmë, nëse vërtet duam. Mendoj se atij do t'i pëlqente të dinte se ju po përpiqeni. Do të doja ta kisha një orë, tha Arbeni me sinqeritet. Do t'ju pëlqente. Ai ishte i sjellshëm me të gjithë, të pasur apo të varfër. Ai besonte se të gjithë njerëzit kishin vlerë, thjesht kishin nevojë për dikë që t'ua kujtonte. Ndërsa bisedonin, Besa vëzhgonte nga larg pranë Fatmir Berishës. Kjo vajzë është e veçantë, komentoi presidenti i bankës. Besniku e dinte saktësisht se çfarë po bënte kur e krijoi atë fond. Nuk ishte vetëm për të mbrojtur paratë. Ishte për të mbrojtur atë që ajo është. Besniku gjithmonë ka qenë i mençur, u pajtua Besa. Ai shite gjërat e njerëzit që ata vetë nuk i shihnin. Te Sofia, ai shite një lidere. Te Arbeni, edhe para se të ndodhte gjithë kjo, ai ndoshta do të kishte parë potencialin për ndryshim. Fatmiri buzëqeshi.
Duke folur për këtë, kam një propozim për ty, po krijojmë një departament të ri në bankë, të fokusuar në përgjegjësinë sociale dhe edukimin financiar. Kemi nevojë për dikë që kupton si anën njerëzore ashtu edhe atë praktike. Dikë si ti Besa Ohabi. Por unë jam vetëm një mësuese. Nuk kam përvojë në banka. Pikërisht prandaj je e përsosur për këtë postë, u përgjigj Fatmiri. Kemi nevojë për njerëz që kuptojnë edukimin, që interesohen sinqerisht për zhvillimin e njerëzve. Anën teknike mund ta mësojmë. Pasionin për të bërë ndryshim, ai nuk mësohet. Besa mbeti mendueshëm. Do të ishte një ndryshim i madh në jetën e saj. Por duke parë Sofin, duke parë se si ajo vajzë guximtare kishte transformuar jo vetëm rrethanat e saj, por edhe jetët e kaq shumë njerëzve të tjerë, ajo ndjeu se ishte momenti i duhur. Pranoj, tha ajo më në fund. Në javët në vijim, ndryshimet filluan të ndodhnin me shpejtësi. Besa filloi punën e saj të re në bankë, duke sjellë një perspektivë të freskët dhe të humanizuar në një institucion që për një kohë të gjatë ishte fokusuar vetëm në numra dhe fitime. Ajo zhvilloi programe të edukimit financiar për shkollat publike, krijoi partneritete me AUQ dhe themeloi një fond bursash studimi në emër të Besnik Krasniqit. Arbeni përfundoi periudhën e lejes dhe u kthye në bankë, por jo në pozicionin e tij të vjetër. Ai u caktua të punonte drejt për drejt me Besën në departamentin e ri të përgjegjësisë sociale. Ishte një pozicion që paguhej më pak se gjysma e asaj që fitonte më parë, por për herë të parë në jetën e tij, Arbeni ndjente se puna e tij kishte kuptim të vërtetë. Sofia vazhdoi jetën e saj si një fëmijë normal. Shkonte në shkollë, bënte miq, studionte, luante. Por gjithashtu u bë një figurë publike më e vogël, duke u shfaqur her pas here në eventet e bankës dhe të OIQ-s, duke ndarë historinë e saj dhe duke frymëzuar fëmijë të tjerë të besonin në veten e tyre. Po Genci, ai vazhdonte trajtimin e tij, duke punuar fort për shërimin e tij. Çdo 2 javë, ai shkruante një letër Sofis, duke i treguar për përparimin e tij, për gjërat që po mësonte, për mënyrën se si po përpiqej të ishte një person më i mirë. Besa i ruante të gjitha letrat në një kuti të veçantë, duke pritur ditën kur Sofia të ndiej gati t'i lexonte. Një ditë, rreth një vit pas ngjarjeve që ndryshuan gjithçka, Sofia gjeti kutinë me letra. Ajo shikoi Besën me sy pyetës. Janë nga baba yt, shpjegoi Besa butësisht. Ai të shkruan rregullisht. I kam ruajtur të gjitha, duke pritur që ti të vendosësh nëse dëshiron t'i lexosh. Sofia mori kutinë me kujdes dhe shkoi në dhomën e saj. Hapi letrën e parë, pastaj të dytën, pastaj të tretën. Secila prej tyre ishte një pjesë e udhëtimit të Gencit, luftërat e tij, arritjet e tij, rënjet e tij, pendesat e tij. Dhe në të gjitha, kishte dashuri. Një dashuri e papërsosur, e njollosur nga gabime dhe dështime, por e sinqertë. Kur mbaroi së lexuari të gjitha letrat, Sofia u ul në shtratin e saj dhe mendoi për një kohë të gjatë. Pastaj mori letër e stilolaps dhe filloi të shkruante letrën e saj. I dashur baba, filloi ajo, me lot që i rridhnin në përfaqe. I lexova të gjitha letrat e tua. Dhe dua që ta dish se unë e shoh që po përpiqesh. E shoh që po lufton për të qenë më i mirë. Dhe kjo do të thotë shumë për mua. Unë ende nuk jam gati të shoh personalisht. Ende më dhem shumë ajo që ndodhi. Por ndoshta një ditë, kur ti të jesh më i fortë dhe unë të jem më e përgatitur, mund të bisedojmë vërtet. Deri atëherë, vazhdo të shkruash. Vazhdo të përpiqesh. Vazhdo të jesh guximtar. Sepse edhe kur gabojmë, edhe kur dështojmë, gjithmonë mund të zgjedhim të jemi më të mirë nesër se sa ishim sot. Me dashuri, Sofia. Ajo e palosi letrën, e futi në një zarf dhe i kërkoi Besës ta dërgonte. Ishte një hap i vogël, por ishte një hap i rëndësishëm. Ishte fillimi i mundësisë së shërimit, edhe pse ai shërim do të kërkonte vite për t'u kompletuar. Atë natë, Sofia ishte shtrirë në shtratin e saj, duke parë tavanin e dhomës. Ajo mendoi për gjithçka që kishte ndodhur në vitin e fundit. Mendoi se si jeta e saj kishte ndryshuar, se si kaq shumë jetë ishin prekur nga ajo ditë në bankë. Mendoi për gjyshin e saj dhe se si ai kishte planifikuar gjithçka me kaq kujdes, jo vetëm për ta mbrojtur financiarisht, por për t'i mësuar asaj për vlerën e saj. Dhe për herë të parë, Sofia e kuptoi plotësisht atë që gjyshi i saj ishte përpjekur t'i thoshte. Trashëgimia e vërtetë që ai kishte lënë nuk ishte në llogarinë bankare. Ishte në guximin që ajo kishte gjetur brenda vetes.
Ishte në jetët që ishin transformuar sepse ajo pati guximin të mbronte të vërtetën. Ishte në shpresën që ajo kishte mbjell në zemrën e njerëzve si Arbeni dhe madje edhe babai i saj. Ajo mbylli sytë dhe përshpëriti lehtë, sikur gjyshi i saj mund ta dëgjonte nga kudo që ishte. Faleminderit, gjyshi. Për gjithçka. Tani e kuptoj. E kuptoj. 10 vjet kishin kaluar që nga ajo ditë transformuese në bankën Krasniqi Partnerët. Tirana kishte ndryshuar, ishte rritur, ishte modernizuar edhe më shumë. Ndërtesa të reja zinin horizontin, teknologji të reja transformonin mënyrën se si njerëzit jetonin dhe punonin. Por disa gjëra mbeteshin konstante, lëvizja frenetike e rrugëve, aroma e kafes që pushtonte mëngjeset dhe qëndrueshmëria karakteristike e njerëzve të saj. Sofia Krasniqi, tani 20 vjeçe, ishte në vitin e fundit të fakultetit të psikologjisë në Universitetin e Tiranës. Ajo ishte shndërruar në një grua të re të admirueshme, me të njëjtët sy kafe ekspresiv të fëmijërisë, por tani mbante një mençuri dhe një dhëmshuri që vinin nga vite përvojash unike. Flokët e saj gështenjë i binin në val natyrale mbi supe dhe ajo mbante një stil të thjeshtë por elegant, duke mos harruar kurrë rrënjët e saj modeste. Atë mëngjes të shtunë, Sofia ishte në apartamentin ku jetonte me Besën, duke u përgatitur për një event të veçantë. Ishte 10 vjetori i programit të përgjegjësisë sociale të bankës, tani i quajtur zyrtarisht Fondacioni Besnik Krasniqi, në nder të gjyshit të saj. Programi ishte rritur jashtëzakonisht shumë gjatë viteve, duke ndikuar në mira jetë përmes edukimit financiar, bursave të studimit dhe projekteve komunitare. Teze Besa. Thiri Sofia nga dhoma e ndenjes. E ke parë fjalimin tim? Nuk po i gjej shënimet. Besa u shfaq nga korridori, tani me flokët që tregonin fije argjendi që i mbante me krenari. Në moshën 50 vjeçare, ajo ishte bërë një figurë e respektuar në botën e përgjegjësisë sociale korporative, duke e transformuar Fondacionin Besnik Krasniqi në një model kombëtar. Është në tryezën e kuzhinës, e dashur. Pranë kafes tënde. Sofia gjeti shënimet dhe i shfletoi me nervozizëm. Edhe pas vitesh duke folur në publik, ajo ende ndjente atë drithërim në stomak para eventeve të rëndësishme. Je nervoze? Pyeti Besa, duke u ulur pranë saj. Pak. Është një event i madh. Do të jenë aty shumë njerëz të rëndësishëm. Dhe unë dua të nderoj trashëgimin e gjyshit në mënyrën më të mirë të mundshme. Besa i mbajti dorën Besës me dashuri. Sofia, ti e nderon gjyshin tënd çdo ditë. Në mënyrën se si i trajton njerëzit, në mënyrën se si e përdor zërin tënd për të ndihmuar të tjerët, në mënyrën se si u qëndron besnike vlerave të tua. Ai do të ishte shumë krenar për gruan që je bërë. Sofia buzëqeshi, duke ndjerë sytë t'i lotonin. Vetëm do të doja që ai të ishte këtu për të parë gjithë këtë. Në një farë mënyre, ai është. Çdo jetë që fondacioni prek, çdo i ri që merr një bursë studimi, çdo familje që mëson të menaxhojë më mirë financat e saj, e gjithë kjo është pjesë e ëndrrës së tij. Dhe ti je kujdestarja e asaj ëndrre. Në anën tjetër të qytetit, në lagjen e Laprakës, Genc Krasniqi ishte në dhomën e tij të vogël të ndenjes, duke parë nga dritarja. Ai ishte 52 vjeç tani dhe udhëtimi i dekadave të fundit kishte lënë shenja të dukshme në fytyrën e tij, por edhe diçka më shumë, paqe. Sytë e tij, dikur gjithmonë të shqetësuar dhe ankthios, tani mbanin një qetësi që vjen vetëm nga ata që kanë përballuar demonët e tyre dhe kanë fituar. Genci kishte përfunduar trajtimin e tij për varësinë nga Bixhosi 6 vjet më parë dhe që atëherë nuk kishte pasur rënje. Punonte si këshilltar në një qendër mbështetëse për njerëzit me varësi të sjelljes, duke ndihmuar të tjerët të përshkonin rrugën që ai vetë kishte përshkuar. Ishte një punë e përulur që paguaj pak, por i jepte diçka që parat kur nuk mund ta blinin, qëllim. Atë mëngjes, ai mbante në duar një ftesë të veçantë. Ishte për eventin e Fondacionit Besnik Krasniqi. Sofia ja kishte dërguar personalisht së bashku me një letër që ai e kishte lexuar dhe rilexuar 10 herë ditët e fundit. Baba, thoshte letra, e di që 10 vitet e fundit kanë qenë të vështira për ne të dy. Kanë qenë vite shërimi, mësimi, rritjeje. Sot, unë të ftoj të jesh i pranishëm në një moment të rëndësishëm të jetës sime. Jo si një detyrim, por si një zgjedhje. Nëse ndihesh i përgatitur, do të doja shumë që të isha aty. Dhe nëse nuk je gati, unë do të kuptoj. Por dije se, pavarësisht vendimit tënd, unë të kam falur shumë kohë më parë.
Dhe jam krenare për njeriun që je bërë. Me dashuri, Sofia. Genci shikoi kostumin e thjesht që kishte bler posaçërisht për këtë rast. Ai ishte gati. Kishte pritur për këtë moment për 10 vjet dhe nuk do ta humbiste. Në bank, në katin ku ndodhej selia e fondacionit Besnik Krasniqi, Arben Leka po organizonte detajet e fundit të eventit. Në moshën 42 vjeçare, ai ishte i panjohshëm kur krahasohej me njeriun arrogant që kishte qenë një dekadë më parë. Flokët e tij fillonin të tregonin fije të thinjura në tëmtha dhe ai mbante syze me skelet të thjeshtë. Kishte veshur një kostum me cilësi të moderuar, asgjë të bujshme dhe mbante një çantë plot me raporte mbi projektet sociale të fondacionit. Arbeni ishte bërë drejtori i projekteve komunitare të fondacionit, duke punuar drejt për drejt me Besën. Ai koordinonte partneritetet me OICT, mbikëqyrte shpërndarjen e bursave të studimit dhe zhvillonte programe të reja të përfshirjes sociale. Ishte një punë që e përmbushte në një mënyrë që milionat që lëvizte në pozicionin e tij të vjetër kur nuk e kishin përmbushur. Gjithçka gati për eventin? Pyeti Besa, duke hyrë në dhomë me një filxhan kafe. Po. Auditori është përgatitur, të ftuarit po konfirmojnë praninë dhe të rinjt përfitues të fondacionit tashmë po mbërrin. Arbeni bëri një pauzë. Besa, mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht. Si po ndihet Sofia për praninë e mundshme të Gencit? Besa pshertiu. Ajo është nervoze, por edhe shpresëplodh. Ka qenë një udhëtim i gjatë për të mësoj të ndaj dashurinë që ndjen për baban nga dhimbja që ai i shkaktoi. Por ajo është rritur shumë. Është pjekur. Dhe mendoj se është gati për këtë ribashkim. Po ju? Si po ndiheni? Besa mendoi për një moment. Genci e lëndoi mbesën time, tentoi t'i vidhte. Për një kohë të gjatë, ndjeva vetëm zemërim. Por gjatë viteve, duke parë përpjekjen e sinqertë që ai ka bërë, duke parë letrat që ai shkruan, raportet e trajtimit, unë mësova se njerëzit vërtet mund të ndryshojnë. Nuk është e lehtë të falësh, por është e mundur. Arbeni pohoi me kokë, duke i kuptuar thellësisht ato fjalë. Ai vet ishte provë e gjallë se transformimi ishte i mundur. Eventi filloi në orën 3 pasdite. Auditori kryesor i bankës ishte i mbushur plot me rreth 400 persona, biznesmen, gazetar, përfaqësues të OICV, punonjës të bankës dhe veçanërisht dhjetëra të rinj që kishin përfituar nga programet e fondacionit gjatë viteve. Sofia mbërriti e shoqëruar nga Besa, e veshur me një kostum elegant por diskret në nuanca blu. Ajo përshëndeti njerëz, bisedoi me të rinjt përfitues dhe gradualisht u qetësua. Por sytë e saj vazhdonin të kërkonin dikë specifik në turm. Dhe pastaj e pa. Genci ishte në fund të auditorit, i veshur me një kostum të thjeshtë, me flokët e thinjur të krejur me kujdes. Ai dukej më i vjetër, më i lodhur, por edhe më në paqe. Sytë e tyre u takuan dhe për një moment, koha dukej se ndaloi. Sofia ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Një pjesë e saj donte të vraponte drejt tij, ta përqafonte siç bënte kur ishte fëmijë. Një pjesë tjetër ende ndjente dhimbjen e vjetër, frikën e të qenit e zhgënjur përsëri. Por pastaj ajo kujtoi fjalët e gjyshit të saj, të shkruara në një nga shumë letrat që ai kishte lënë asaj. Guximi nuk është mungesa e frikës, Sofia ime e dashur. Është zgjedhja për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur ke frikë. Sofia mori frym thellë dhe i bëri një shenjë diskrete babait. Genci ja ktheu shenjën me lot në sy dhe u ul në një nga karriget e fundit, qartësisht i emocionuar thjesht për të qenë aty. Eventi filloi me Fatmir Berishën që mbajti një fjalim mbi rëndësinë e përgjegjësisë sociale dhe se si fondacioni Besnik Krasniqi ishte bërë referencë kombëtare në 10 vitet e tij të ekzistencës. Ai ndau statistika mbresëlënëse, më shumë se 5.000 të rinj kishin marrë bursa studimi. 100 shkolla publike ishin përfituese të programeve të edukimit financiar dhe dhjetëra familje kishin dalë nga situata e vështirë përmes projekteve të aftësimit profesional. Pastaj ishte radha e Besës të fliste. Ajo ndau histori emocionuese të jetëve të transformuara, të ëndrave të realizuara, të familjeve që kishin gjetur dinjitet dhe shpresë përmes punës së fondacionit. Zëri i saj ishte i fortë, por i mbushur me emocion kur fliste për Besnik Krasniqin dhe se si trashëgimia e tij vazhdonte të jetonte përmes çdo projekti. Dhe pastaj erdhi momenti që të fliste Sofia. Ajo u ngjit në skenë në duartrokitje të ngrohta.
Nervozizmi fillestar u zhduk kur ajo shikoi audiencën dhe pa kaq shumë fytyra të njohura, Arbenin, i cili ishte transformuar nga persekutor në aleat, në Alirien, tani në pension por e pranishme në shpirt dhe trup, të rinj që ajo i kishte ndjekur gjatë viteve, punonjës të bankës që kishin përqafuar kulturën e re të përgjegjësisë sociale, dhe atje në fund baban e saj me lot që i rridhnin në përfaqe. Mirdita të gjithëve, filloi ajo, me zë të qartë dhe të sigurt. Saktësisht 10 vjet më parë, unë isha një vajzë 10 vjeçare që hyri në këtë bankë vetëm, e frikësuar, por e vendosur të mbronte të vërtetën. Nuk e imagjinoja atë ditë se ajo përvojë do të shndërrohej në gjithë këtë. Ajo bëri një gjestë drejt audiencës dhe ekraneve që tregonin imazhe të projekteve të fondacionit. Shumë prej jush e njohin historinë time. Dini për fondin që la gjyshi im, për vështirësitë që hasa, për njerëzit që më gjykuan dhe për ata që më mbështetën. Por ajo që jo të gjithë e din është çfarë mësova në këtë udhëtim. Sofia bëri një pauzë, duke mbledhur guximin për atë që donte të thoshte më pas. Mësova se falja nuk ka të bëj me harresën e asaj që ndodhi. Ka të bëj me zgjedhjen për të mos lejuar që dhimbja e së kaluarës të vjedhë gëzimin e së tashmes. Mësova se njerëzit mund të ndryshojnë, vërtet të ndryshojnë, nëse kanë guximin të përballen me gabimet e tyre dhe për ulësinë për të kërkuar ndihmë. Ajo shikoi drejt për drejt Arbenin. Mësova se një moment mizorie nuk përcakton se kush jemi përgjithmonë, nëse zgjedhim të mësojmë nga gabimet tona. Pastaj shikoi baban e saj. Dhe mësova se të duash dik nuk do të thotë të pranosh gjithçka që ai person bën. Do të thotë të dëshirosh që ai të jetë versioni më i mirë i vetes dhe të jesh i gatshëm të japësh një shans kur ai vërtet përpiqet të ndryshojë. Kishte një heshtje të thellë në auditor. Shumë kishin lot në sy. Por trashëgimia e vërtet që la gjyshi im nuk ishin parat, vazhdoi Sofia. Ishte mësimi se vlera jon nuk vjen nga ajo që kemi, por nga kush jemi. Nga zgjedhjet tona, nga integriteti ynë, nga guximi ynë për të mbrojtur atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Ajo hapi krahët, sikur donte të përqafonte të gjithë audiencën. Prandaj, ky fondacion ekziston. Jo për t'u dhënë para njerëzve, por për t'i ndihmuar ata të njohin vlerën e tyre. Për t'u mësuar fëmijëve dhe të rinjve se ata mund të ëndërrojnë të mëdha, pavarësisht se nga vijnë. Për të treguar se të gjithë ne meritojmë dinjitet, respekt dhe mundësi. Sofia shikoi të rinjt përfitues që ishin në rreshtat e parë. Ju, që jeni këtu sot si përfitues të këtij fondacioni, jeni prova e gjallë se të investosh në njerëz është investimi më i mirë që ekziston. Secili prej jush ka talente unike, ëndra të vlefshme dhe potencialin për të transformuar jo vetëm jetën tuaj, por edhe jetën e familjeve dhe komuniteteve tuaja. Ajo pastaj drejtoi shikimin e saj drejt të gjithë audiencës. Dhe të gjithë juve që në një farë mënyre kontribuoni në këtë punë, qoftë si punonjës të bankës, partner, donator apo vullnetar, falënderimi im më i thellë. Ju ponderoni trashëgimin e Besnik Krasniqit dhe po ndërtoni një botë më të drejtë dhe më të dhëmbshur. Sofia mori frym thellë para se të përfundonte. 10 vjet më parë, një vajzë hyri në këtë bankë duke besuar në të vërtetën e saj. Sot, një grua e re qëndron para jush, mirënjohëse për çdo person që e ndihmoi të kuptonte se vlera e saj kur nuk ishte te paradë. Ishte te guximi i saj për të qenë ajo që është, te gatishmëria e saj për të mbrojtur atë që beson dhe te aftësia e saj për të falur dhe për të rritur. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë që do ta mbaj përgjithmonë. Auditori shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë, një ovacion që zgjati disa minuta. Sofia kishte lot në sy, por ishin lot mirënjohjeje dhe gëzimi. Ajo kishte gjetur zërin e saj, qëllimin e saj dhe paqen e saj. Pas eventit, pati një koktej në hallin kryesor të bankës. Njerëzit qarkullonin, bisedonin, ndanin histori. Sofia ishte e rrethuar nga të rinj që donin ta falënderonin personalisht, t'i tregonin historitë e tyre të tejkalimit, t'i tregonin se sa shumë puna e fondacionit kishte ndikuar në jetën e tyre. Por pastaj ajo pa baban e saj, ende i larguar, duke vëzhguar nga larg. Ajo u kërkoi falje me mirësjellje njerëzve rreth saj dhe eci në drejtim të tij. Me çdo hap, kujtimet i vërshonin në mendje, babai duke luajtur me të kur ishte e vogël, herët kur ai mungoi në momente të rëndësishme, dhimbja e tradhtisë, letrat e pendimit, udhëtimi i shërimit. Genci e pa të afrohej dhe mbeti i ngrirë. Kur Sofia ndaloi para tij, ata qëndruan në heshtje për një moment që dukej si një përjetësi.
Përshëndetje, baba, tha Sofia më në fund, zëri i saj i dridhur. Përshëndetje, bia ime, u përgjigj Genci, lotët i rridhnin lirshëm në përfaqe. Fjalimi yt ishte i mrekullueshëm. Je bërë një grua e jashtëzakonshme. Më e mirë se sa mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë. Faleminderit që erdhe. E di që nuk ishte e lehtë. Ishte gjëja më e lehtë dhe më e vështirë që kam bërë ndonjëherë. Genci fshiu lotët me duar. Sofia, e di që nuk kam të drejtë të kërkoj asgjë pas gjithë asaj që kam bërë. Por doja që ta dije se çdo ditë të 10 viteve të fundit, kam punuar për të qenë i denjë të jem në të njëjtën dhomë me ty për të qenë babai që ti gjithmonë ke merituar të kesh. E di, baba. I lexova të gjitha letrat e tua. I pash raportet e trajtimit tënd, të punës tënde duke ndihmuar njerëz të tjerë. Të pash duke u përpjekur. Dhe prap se prap, nuk mjafton, tha Genci, duke tundur kokën. Kur nuk do të mjaftoj për të kompensuar atë që tentova të bëja. Sofia i mbajti dorën babait, një gest që e bëri Gencin të dridhej. Ke të drejtë. Nuk e fshin të kaluarën. Por ndërton një të ardhme të re. Dhe nëse ti vazhdon këtë rrugë, nëse vazhdon të jesh ky person më i mirë, ndoshta mund të ndërtojmë një marrëdhënie të re. Jo si që ishim më parë, sepse kjo nuk është më e mundur. Por diçka të re. Diçka të vërtetë. Genci nuk mundi t'i mbante më lotët. Ai e përqafoi. Të bien dhe Sofia ja ktheu përqafimin. Ishte një përqafim i ngarkuar me dhimbje, falje, shpresë dhe dashuri. Një përqafim që simbolizonte fundin e një cikli dhe fillimin e një tjetri. Besa vëzhgonte skenën nga larg, me lot në sy. Arbeni ishte pranë saj, gjithashtu dukshëm i emocionuar. Ja doli, përshpëriti Arbeni. Ajo vërtet ja doli të falte. Falja e vërtet nuk është dobësi, u përgjigj Besa. Është forma më e pastër e forcës. Dhe Sofia gjithmonë ka qenë e fortë, që nga ajo ditë e parë. Në muajt që pasuan eventin, ndryshime delikate por domethënëse ndodhen. Sofia dhe Genci filluan të takoheshin rregullisht, gjithmonë në vende neutrale, gjithmonë me qetësi dhe pa nxitim. Ata bisedonin për gjithçka, për të kaluarën, për të tashmen, për ëndrat dhe frikërat. Genci ndante për punën e tij duke ndihmuar njerëz të tjerë me varësi dhe Sofia fliste për studimet e saj në psikologji dhe planet e saj për të ardhmen. Nuk ishte perfekte. Kishte momente të vështira, diskutime për çështje të pazgjidhura, lot kur kujtime të dhimbshme rishfaqeshin. Por kishte edhe momente lidhjeje të sinqertë, të qeshura të përbashkëta dhe rindërtimin e ngadaltë të besimit. Sofia u diplomua në psikologji vitin pasardhës me rezultate të shkëlqyera. Genci ishte në audiencë pranë Besës duke duartrokitur me krenari kur ajo mori diplomën. Ishte ceremonia e parë e diplomimit që ai ndiqte që kur ajo kishte hyrë në shkollë vite më parë dhe kuptimi i atij momenti nuk kaloi pa u vënë re nga asnjëri prej tyre. Arbeni vazhdoi punën e tij në fondacion, por gjithashtu filloi të jepte leksione në universitete dhe kompani mbi etikën, empatinë dhe përgjegjësinë sociale korporative. Historia e tij e transformimit, nga drejtues arrogant në lider të dhëmshur, frymëzonte shumë njerëz të reflektonin mbi jetën dhe zgjedhjet e tyre. Besa u njoh kombëtarisht për punën e saj, duke marrë çmime dhe nderime. Por ajo që e bënte më krenare nuk ishin trofet në raft, por letrat e falënderimit që merrte nga të rinjt, jetët e të cilëve ishin transformuar nga fondacioni. 5 vjet pas diplomimit të Sofis, Banka Krasniqi Partnerët kaloi transformimin e saj më të madh institucional. Një krah i ri u inaugurua në ndërtesën historike, i dedikuar tërësisht fondacionit Besnik Krasniqi. Në hollin e hyrjes së këtij krahu të ri, një ekspozitë e përhershme tregonte historinë e plotë, nga fillimet e bankës deri në krijimin e fondacionit. Qendra e ekspozitës ishte një fotografi bardhë e zi e Besnik Krasniqit, themeluesit, pranë një fotoje më të re të Sofisë. Midis dy imazheve kishte një pllak me fjalët që ishin bërë motoja e fondacionit: vlera jon nuk qëndron te gjërat që kemi, por te personi që jemi. Në inaugurimin e ekspozitës, Sofia ishte e pranishme, tani si drejtore e programeve arsimore të fondacionit, një pozicion që e kishte marrë pasi kishte punuar për 3 vjet në një klinikë psikologjike komunitare. Ajo ishte 27 vjeç dhe pjekuria e mençuria e saj ishin të dukshme në çdo fjalë që thoshte. Pranë saj ishte Genci, tani 62 vjeç, esëll prej 15 vitesh.
Ai ishte bërë një figurë e respektuar në lëvizjen e shërimit nga varësitë, autori një libri mbi udhëtimin e tij dhe folës i shpesh në qendrat e trajtimit. Arbeni, tani 49 vjeç, ishte promovuar në zëvendës president i përgjegjësisë sociale të bankës, por vazhdonte t'i kushtonte një pjesë të madhe të kohës së tij punës së drejt për drejt me komunitetet. Dhe Besa, në moshën 62 vjeçare, ishte gati të dilte në pension, por tashmë kishte siguruar që trashëgimia e fondacionit do të vazhdonte e fortë me brezin e ardhshëm të liderëve. Ndërsa të gjithë qarkullonin nëpër ekspozit duke admiruar fotot, dokumentet historike dhe historitë e jetëve të transformuara, një fëmijë rreth 10 vjeç hyri në sallë me nënën e saj. Vajza ndaloi para fotos së Sofisë fëmijë, asaj të bërë menjëherë pas eventit që kishte ndryshuar gjithçka. Mami, pyeti vajza, kush është kjo vajzë? Nëna lexoi mbishkrimin poshtë fotos. Është Sofia Krasniqi. Ajo ishte në moshën tënde kur ndryshoi jo vetëm jetën e saj, por edhe jetën e shumë njerëzve të tjerë. E gjitha sepse ajo pati guximin të mbronte të vërtetën, edhe kur kishte frikë. A ishte e pasur? Pyeti vajza. Nëna buzëqeshi. Me para, ndoshta. Por ajo që e bënte vërtet të pasur ishte diçka që paratë nuk mund ta blejnë, ajo e njihte vlerën e saj. Sofia, e cila kishte vëzhguar ndërveprimin nga larg, u afrua. Përshëndetje, tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Të pëlqeu ekspozita? Vajza u turpërua, por pohoi me kokë. Ju jeni vajza në foto? Po, unë jam. Isha unë, shumë vite më parë. A kishit frikë? Sofia u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e vajzës. Shumë frikë. Por e di çfarë mësova. Se të jesh guximtar nuk do të thotë të mos kesh frikë. Do të thotë të bësh atë që duhet bërë edhe kur je me frikë. Dhe se vlera jon nuk varet nga ajo që mendojnë njerëzit e tjerë për ne, por nga ajo që ne e dimë se është e vërtet për veten tonë. Vajza mendoi për një moment. Unë ndonjëherë kam frikë në shkollë. Fëmijët e tjerë ndonjëherë janë të këqij sepse ne nuk kemi gjëra të shtrenjta. Sofia i mbajti butësisht dorën fëmijës. Atëherë ti e kupton saktësisht se çfarë ndjeva unë. Por dije se ti ke vlerë të pamas, pavarësisht se çfarë vesh, ku jeton apo çfarë ke. Vlera jote është te personi që je brenda. Dhe askush, kur, nuk mund të ta heqë këtë. Vajza buzëqeshi dhe sytë e saj shkëlqyen me një kuptim të ri. Sofia u ngrit dhe vëzhgoi fëmijën të largohej me nënën e saj dhe ndiu një val mirënjohjeje. Trashëgimia vazhdonte. Me çdo fëmijë që mësonte për vlerën e tij, me çdo person që prekej nga mesazhi, ëndra e Besnik Krasniqit përjetësoi. Atë natë, pasi të gjithë ishin larguar, Sofia mbeti vetëm në hollin e ekspozitës. Ajo shikoi foton e gjyshit të saj dhe ndjeu praninë e tij, sikur ai të ishte aty me të. Ja dolëm, gjyshi, pëshpëriti ajo. Ëndra jote u bë realitet. Dhe nuk ka të bëj vetëm me bankën apo fondacionin. Ka të bëj me të gjitha jetët që u prekën, të gjithë njerëzit që mësuan të besojnë në veten e tyre, të gjithë ata që zbuluan se vlera e tyre kur nuk ishte te gjërat që kishin, por te personi që janë. Ajo preku butësisht kornizën e fotos. Faleminderit që besove tek unë. Që më mbrojte. Që më mësove se pasuria e vërtet qëndron në njohjen e vlerës sonë dhe në përdorimin e zërit ton për të ndihmuar të tjerët të zbulojnë të tyren. Sofia doli nga ndërtesa atë natë me zemrën plot paqe. Jashtë, qyteti i Tiranës vazhdonte ritmin e tij frenetik. Miliona jetë që ndodhnin njëkohësisht, secila me luftrat e saj, ëndrat e saj, historitë e saj. Por aty, në atë ndërtesë historike, një trashëgimi ishte themeluar. Një trashëgimi që thoshte se të gjithë, absolutisht të gjithë, kanë vlerë të brendshme. Dhe se njohja e kësaj vlere, mbrojtja e saj dhe ndarja e saj me të tjerët është masa e vërtet e një jete të jetuar mirë. Dhe kështu, historia e vajzës që njihte vlerën e saj vazhdoi të frymëzonte breza. Jo si një përrall me një fund të lumtur dhe të përsosur, por si një udhëtim i vërtet guximi, faljeje, transformimi dhe shprese. Një udhëtim që tregoi se edhe në momentet më të errëta, kur gjykohemi, nënvlerësohemi apo lëndohemi, ne mund të zgjedhim të ngrihemi. Mund të zgjedhim të falim. Mund të zgjedhim të rritemi. Dhe mbi të gjitha, mund të zgjedhim të mos e harrojmë kurrë vlerën tonë, sepse ajo gjithmonë ka qenë brenda nesh, duke pritur të njihet.